Në Velipoj, kandidatët e Partisë Socialiste të Qarkut Shkodër ishin të gjithë bashkë në vazhdën e takimeve për zgjedhjet e 11 majit. Ato kanë kërkuar mbështetjen e banorëve të kësaj zone, të cilët kanë qenë për herë për krah Partisë Socialiste, ndërkohë që theksuan se Velipoja do të shndërrohet në destinacionin kryesor turistik të gjithë rajonit. Mendoj që Velipoja ka një potencial fantastik për të ecë përpara, gjithashtu me punët që janë bë, me investimet që janë bë, të na jep një besimin që ta çojmë edhe më lart Velipojën se ç'është tash, aty ku e meriton, sepse është një perlë e Shqipërisë. Ndaj ju ftoj që me 11 maj të votoni numrin 5, të votoni Partinë Socialiste më shumë se kur, pra masivisht. Siç është bë Velipoja pol turistash, do të bëhet Qarku i Shkodrës fal kryeministit dhe zotit Beci pol investimesh. Unë jam i bindur, forca juaj do të çojë shumë numra në parlamentin shqiptar. Unë du t'ju garantoj për një gjë, se me zotin Benet Beci ne do të bëjmë gjëra të bukura në Velipoj. Ju kërkoj votën tuaj që me datë 11 maj bëjmë një fitore të thellë, sepse Velipoja është një potencial i jashtëzakonshëm turistik që do ta kthejmë pak vëmendjen. Shkodra po ndryshon, janë bë punë të mrekullueshme. Edhe Velipoja duhet një vëmendje shtuar që të investojmë ta bëjmë një nga atraksionet turistike më të mira në veri të Shqipërisë. Na e dim tanë bukurinë, potencialin e jashtëzakonshëm që ka Velipoja, e dina se ku ka ken, ku është e ku do na me ken tanë bashk me të vetmen zgjedhje që na ka dhënë zgjidhje, me numrin 5 dhe Partinë Socialiste tanë së bashku për Velipojën si kryeqenër të turizmit për tanë veriun. Qeveria ka avancu me projektet në Velipoj. Flasim këtu për shembull për investimet në energji elektrike që sezonit na shkojnë bar, për rrugën që lidhej më në fund shnjinin me Velipojën për me pas fluks turizmit edhe të shtumë. Këto 2 vjet jena mundu me bë disa punë të mira, por ju premtoj vetëm një gjë. Të votojmë maksimalisht Partinë Socialiste, secili prej jush të votojë numrin 5, në mënyrë që ne të vazhdojmë mas datës 11, 2 ditë sot kry numrimit, vazhdojmë edhe më me tërë punët e tjera. I pranishëm në takim drejtuesi politik Benet Beci ftoi banorët e Velipojës për një vot masive për numrin 5 dhe Partinë Socialiste për vijimin e projekteve transformuese që kanë nisur në gjithë Qarkun. Të gjithë jemi një për një fitore të madhe të Partisë Socialiste që në fakt është fitoria e Shkodrës si asnjëherë tjetër në këto zgjedhje. E du për Velipojën. E du për Velipojën dhe nuk du asnjë ta çoj mendjen se mund të shpërqendrohet nga çdo thënie që ka. Nga çdo koment që ka. Ne që ditën që na keni votu për bashkinë, jena mundu me punë, pa fjalë. E fjalë s'kena bë, e ko s'kena shumë për fjalë. E në përfjalime nuk do na dëgjoni shumë. Vetëm për tregu që ne po punojmë fort dhe me meritu votën tuaj për parlamentin shqiptar, që Shkodra të ketë numrin më të madh deputetëve që ka pas ndonjëherë në parlamentin shqiptar, që t'ju përfaqësoj ju se asnjëherë tjetër.